Unë jam Rezart Veleshnja. Sot, pas kaq kohësh larg ekranit, mendoj se ka ardhur koha t'ju tregoj diçka që unë nuk e kam thënë dot kurrë më parë. Unë kam qenë viktimë e suksesit tim. E di që tingëllon si justifikim, por nuk është. Është e vërteta. Ata që e kam provuar e din. Pesha e famës është shumë e rëndë. Sidomos kur je i ri. Euforia të merr me vete, njerëzit flasin në rrugë, të ndalojnë, duan foto, duan të ulesh në tavolina me ta. Dhe ty kjo gjë të pëlqen. Të pëlqen kur ta ardhurojnë. Por ajo që nuk kupton në atë moment është se kur je në televizor, disa njerëz duan të përdorin. Jo të gjithë, por disa. Sidomos ata që merren me botën e drogës. Ata kanë interes të përfshinë, sidomos njerëzit e artit, të sportit, të politikës. Jo se u duhen këta njerëz, por u duhet fama e tyre. U duhet për ta shitur jetën e tyre si normale, për t'i thënë rinis, ja, kështu jetojnë të gjithë, dhe ti këtë gjë e beson, pa e kuptuar. Të thonë, kështu është jeta e artistit, jeta e showbizit, jeta e televizionit, të gjithë e marrin, edhe filani, edhe filanka, dhe ti bie brenda. Sepse atëherë nuk e shikon dot që këta njerëz ty në fakt nuk të duan. Ata duan thjesht të reklamojnë veten e tyre përmes teje. Unë e njoh mjaft mirë Hollandën, sidomos Rotterdamit. Hollanda është një nga pikat kryesore të hyrjes së drogës në Europë. Vetëm se rinia hollandeze nuk është e varur nga droga, ashtu siç është rinia shqiptare në këto kohë sot. E kam pyetur veten shpesh pse? Sepse dhe porti i Durrësit sot nuk ngelet pas Rotterdamit. Për mos thënë që janë konkurrencë me njëra tjetrën. Por ne nuk kemi prindër hollandez, as shkolla hollandeze, as mundësitë që të ofron atje mbretëria hollandeze për rinin. Çfarë i ofrohet rinisë shqiptare në këtë vend? Moshave nga 14 deri 18 vjeçar. Çfarë mundësish ka një njerëz që të mos e mbysë depresionin e tij me drogë? Që të mos i mbajë ngjallë ëndrat me pluhurin e bardhë. Kostot e famës janë të mëdha. Morale, familjare, personale. Dhe kur ikën nga ekrani, ata njerëz që dikur të merrnin për krau dhe të thonin je i yni, për çudi ata zhduken. Nuk e duhesh më. Nuk të kërkon njeri, sepse nuk të kanë dashur ty. Por kanë dashur statusin të. Dhe kur statusi fiket, ti sheh se e vetmja gjë që mbetet është vetëm familja. Shpesh familja është e vetmja që të mban. Kam një mesazh për artistët që sot janë atë rrugë ku isha unë. Dhe për ata që ndjekin rrugën e artit. Kur ngrihesh vet, kur e prek famën, do shohësh shumë njerëz do duan që të përfitojnë prej teje. Do të thonë, kështu është jeta, kështu bëjnë artistët. Mos u beso. Sepse nesër mund t'i jesh dhe ti ai që do të tregojnë me gisht, siç kanë treguar edhe mua. Mbasi kanë marrë atë çka donin të merrnin kur unë isha në televizion. Vetëm se unë vendosa që ta them vetë, sepse më mirë e vërteta ime, se sa versionet e atyre për mua.